Ne sot u thirrëm në SPAK për ta na komunikuar organi i akuzës zgjatjen e afatit të hetimeve për presidentin zotin Ilir Meta. Sot është data 9, nesër përfundon afati 1 vjeçar i regjistrimit si person në hetim të presidentit dhe duke parë që afatet përfundon nesër, SPAK-u, prokurorët e SPAK-ut vendosën ta zgjasin afatet e hetimeve 6 muaj sipas procedurës. Problemi qëndron që nuk kam prova të mjaftueshme, akoma dhe po presin disa prova të reja, të cilët as ne nuk e dim se çfarë provash janë, ku ndërkohë duhet të theksoj diçka që ta kuptoni. Kjo vepër penale për cilën akuzohet presidenti Meta është regjistruar në dhjetor të vitit 2019. Është regjistruar një javë pasi zoti Altin Dumani ishte prokurori i SPAK-ut, nisi nga puna, dhe prej vitit 2019, dhjetor 2019-s, deri sot kanë kaluar afërsisht 6 vite. Dhe 6 vite SPAK-u nuk ka mbledhur akoma provat për të inkriminuar ose për të marrë në përgjegjësi penale presidentin e Republikës. Dhe presidenti i Republikës është komunikuar akuza. Dhe ju e dini. Akoma ne prisim sot të përfundonin hetimet, sepse afati 1 vjeçar përfundon nesër, datën 10. Nga regjistrimi si person në hetim në qershor të 2014. Të mënyrës së hetimit dhe ne këto të gjitha do t'i pasqyrojmë në më vonë, do rinë gjykatën e Strasburgut. Sot apo ditët në vijim do paraqesim me kërkesën gjykatën kushtetuese dhe ne do vijojmë betejën tonë. Problemi qëndron që si ka mundësi që SPAK-u, prokuroria e posaçme, vazhdon sot pas 1 viti dhe sot unë nuk kam prova që të përfundoj hetimet për presidentin Ilir Meta. Këtë është. Tani, kjo është një kërkesë, kjo nuk është kërkesë. Kjo që është këtu është njoftimi për zgjatjen e hetimeve. Sepse nesër ka zgjatur afatet po. Me sa muaj të tjerë se këtu qëndron gjithë. Po, i ka zgjatur dhe 6 muaj. Është herë e dytë që po i zgjat 6 muaj. Herë e parë ishte në dhjetor të vitit 2024, i zgjati deri në qershor ku jeni sot, dhe tani kërkon përsëri një zgjatje tjetër të afatet hetimeve. Tani ju e dini që prokuroria e posaçme kur i zgjat hetimet i zgjat 6 muaj sepse aq e ka dhe ligji në dispozitën e kodit të procedurës penale. Kështu që ata mund të përfundojnë hetimet dhe brenda 5 muaj dhe 3 muaj, nuk po flas për zgjatje. Asgjë, po presim prova.